Nëse bëjmë një krahasim të publikut në Kosovë dhe në diasporë, cilat janë dëshirat e tyre gjatë performancës? Normalisht diaspora është pak më e ndjeshme dhe ata janë me nxjerr presin ndonjë organizim të tillë, sidomos kur janë festat kombëtare. Janë më të përmallum, kështu që vreta, energjia dhe mikpritja, por edhe jena të mirë pritun edhe ku dalim skenë, kështu që te ta është dallimi shumë i madh. Edhe për neve është emocion shumë i veçantë, e sidomos të thash viteve të fundit më bjen më shpesh me qenë pjesë e eventeve në shtetin e Kanadas, edhe janë një komunitet jashtëzakonshëm i organizuar, edhe pritja është as madhështore, kështu që jam falenderues gjithmonë ndaj tyre, edhe më është rrallë me qenë pjesë e shumë eventeve dhe në qytetet tjera, jo vetëm në Toronto e kam kështu ma destinacion ma kryesor, po dhe qytetet tjera, kështu që për mua është emocion jashtëzakonshëm kur ata janë për shumë vite me radhë që jeton atje dhe nuk munden me qenë prezent shumë ma shpesh, sidomos shtetet në Evropë që i kemi, kështu që ata të ta është emocioni pak me veçantë.